lajmin e zymt nga tribunali në Hag mbi kërkesën absurde të prokurorëve për të dënuar 45 vjet çdo njërin prej 4 udhëheqësve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe për hir të vërtetës pata vështirë që të mund të shkruaj një fjalë nga fillimi në fund, sepse përballë një situate të tillë fjalët nuk janë as pak lehta për të gjetur, ndërkohë që ndër disa mendime që besoj mund vlejnë të ndahen me ju këtu, i pari ishte mendimi se kush është sot në të njëjtën godin, pothuajse, që vuan dënim pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare. Sot të dënuar nga ajo gjykatë, ose më saktë nga drejtësia ndërkombëtare, janë Radovan Karadžići, i cili u dënua me burgim përjetshëm për një epokë të tërë terrori dhe spastrimi. Ratko Mladići, i cili u dënua po ashtu me burgim përjetshëm si fytyra e makinerisë së shfarosjes dhe autori i damkosur botërisht i masakrës së 8.000 njerëzve të pafajshëm në Srebrenicë. Një farë Stanislav Galić, i cili u dënua po ashtu me burgim përjetshëm për terrorin e snajperëve që shënjestruan fëmijë dhe gra, si t'ishte një safari njerëzor. Një farë Milan Lukić, i dënuar në përjetësi për krime që lën pa fjalë dhe fjalorin e më të keqes. Dikush që lidhte njerëz të gjallë dhe i hidhte në lumë duke kundruar me kënaqësi se si përpoliteshin dhe mbyteshin. Dhe 3 autorë të tjerë përdhunimesh, vrasjesh, krimesh nga më makabret. Tani, sipas kërkesës së prokurorisë së tribunalit në Hag, këtyre dënuarve do të shtohen edhe 4 të tjerë në anën tjetër të barikadës, ndërkohë që prokuroria nuk pati kapacitetin të provojë asgjë të ngjashme, sepse nuk ka asgjë të ngjashme në aktivitetin e 4 udhëheqësve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk ka asnjë lidhje aktiviteti i tyre dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës me terrorin mbi popullsinë civile, me spastrimin
etnik, me varret masive të njerëzve të pafajshëm, me shënjestrimin e fëmijëve dhe të grave nga snajperët e vendosur aty me këtë qëllim, apo me përdhunime, me vrasje, me mbytje njerëzish në lumë. Asgjë. Ata 4 burra nuk u armatosën për të ndërtuar një politik shfarosje, po armatosën kundër një politike shfarosje. Ata nuk u armatosën për të imponuar sundimin e tyre në një territor të huaj, por armatosën për të hequr qafe sundimin e të huajve në tokën e tyre. Dhe faktikisht, ata vetë me dorën e tyre e votuan në Parlamentin e Kosovës një gjykat e cila në letër është një gjykat e Kosovës. Nuk është një gjykat për të vendosur në bankën e të akuzuarve Kosovën. Dhe faktikisht, sot jemi në kushtet kur ka marrë formë thuajse përfundimtare, pasi fjalën e fundit e ka sigurisht gjykata, një plan shumë afatgjat, jetësimi i cilit ka nisur me raportin famkeq të Dick Martit që mos gjet kur prehje aty ku është, për trafikim të organeve nga udhëheqja e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe ai plan është shtyrë përpara nga përfaqësuesit e Vladimir Putinit në Këshillin e Evropës. Dhe motutje është ngritur mbi një rezolut të Këshillit të Evropës, të cilën sot e gjithë ditën për turpin e vetë Këshillit të Evropës nuk gjen kurajon të rishikoj, pasi asnjë lloj trafiku organesh nuk është provuar në asnjë formë. Dhe pastaj i plan ka vazhduar mëtej me një gjykat i proces që ka marrë jetë në ditën kur presidenti i Republikës Kosovës ishte nisur për Washington. Të dashur miq, sot në prag të pavarësisë, Edi Rama bëri një vizitë blic në Kosovë. Me këtë rast, unë duhet të shpreh qytetarëve të Kosovës mendimin tim se sot në Kosovë ishte një armik i egër i Kosovës, i lirisë, dinjitetit të qytetarëve të Kosovës. Unë bëj këtë deklaratë sot sepse me dëshmi të pakundërshtueshme, me akte të mirënjohura, Edi Rama qoftë në tryeza private, qoftë në akte publike, ka dëshmuar po atë armiqësi, po atë egërsi ndaj Kosovës, sovranitetit dhe udhëheqjes saj. Sot ai vrapoi për të deklaruar mbështetjen për ish udhëheqjen politike të Kosovës që ndodhet në Hag. E kam denoncuar dhe denuncoj publikisht pretencën e prokurorëve të Hagës
si një pamflet të propagandës ultranacionaliste serbe ndaj ish udhëheqësve politik të Kosovës dhe të luftës çlirimtare të saj. E kam thënë dhe përsëris se ata kanë qenë aleat, besnik luajal të Aleancës Atlantikut të Veriut në teren. Por jam i bindur se janë në Hagë një nga shkaqet është vetë Edi Rama me pazaret e tij të turpshme që bërin Beograd për Kosovën. Theksoj gjithashtu se me histerinë e tij politike, duke përpjekur që të paraqitet si patriot në Këshillin e Europës, ju them ju, u bëri dëmin më të madh ish udhëheqësve politikës të Kosovës në Hagë. Por dhe sot, në histerinë e tij, duke anatemuar vendet demokratike që financojnë gjykatën e Hagës, garantoj luftarët të UÇK-s, veteranët, familjet, se nuk ndihmon as pak të akuzuarit ish udhëheqjen politike në gjykatën e Hagës. Përkundrazi, vetëm sa krijon një klim që ata nuk e meritojnë. Përndryshe, duhet të them se ky Armik Jegër është njeriu kryesor i presionit më maksimal ndaj udhëheqjes atëhershme politike të Kosovës për votimin e ligjit të gjykatës Kosovës në Hagë. Ligji i cili në realitet ka norma dhe standarde të papranueshme në raport me të drejtën ndërkombëtare. Edhe njëherë denoj këtë vizitë si një akt hipokrizie të një armiku të egër që Kosova pati në Tiranë një lloj me Enver Hoxhën nga viti 2013 gjerë sot. Shpreh bindjen se ish udhëheqësit politik të Kosovës në Hagë kanë kontribute palësore në mbrojtjen e mira jetëve të qytetarëve të Kosovës nga genocidi serb. Kanë kontribute shumë të rëndësishme në mbrojtjen e qindra jetëve të qytetarëve serb në Kosovë nga hakmarrja për shkak të angazhimit tyre në plojën e tmerrshme antishqiptare. Ju bëj thirrje gjykatësve në Hagë të gjykojnë mbi bazën e të drejtës, ligjit dhe të shpallin pafajësinë e udhëheqësve politikë në Kosovë. Edi Rama me mazhorancën e tij sot ka ndërmarrë një ofensivë politike dhe propagandistike duke u vënë në rolin e viktimës. Me një fjalë ata po duan të zhvillojnë vendin, por prokurorët politik të prokurorisë speciale po agresojnë administratën shtetërore. Ndaj mazhoranca ka vendosur të ndërmarrë akte ligjore që ta rregullojë këtë situatë. Përveç anës juridike dhe ligjore, në thelb ky është aksion politik ku Edi Rama po merr përsipër që ndërsa inspiroi prokurorinë speciale, tani mund të shpall plank prishës prokurorët e SPAK-ut, pasi sipas tij ata po prishin shtëpinë e përbashkët. Në fakt asgjë nuk do të kishte ndodhur nëse SPAK nuk do të kishte ndjekur agjenda politike, por veprat e korrupsionit. Asgjë nuk do të kishte ndodhur nëse SPAK nuk do të ishte marrë me denoncimet dhe interesat politike, por me njerëzit e pushtetshëm që i kanë pirë gjakun këtij populli. Asgjë nuk do të kishte ndodhur nëse SPAK do të sekuestronte një për një të gjithë pasurinë e politikanëve të lartë të përfituar në mënyrë të paligjshme. Kjo nuk është e vështirë, mjafton të shohësh pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të njerëzve të pushtetshëm, a dhe të kërkosh burimin e të ardhurave deri në një vendim të formës së prerë, këto pasuri të sekuestrohen, pra të vijnë në konservim. SPAK realisht nuk e ka bërë këtë, por ka ndjekur një agjendë politike dhe diplomatike e cila mund të ketë sens, por në thelb duhet mbështetet në fakte dhe në kontekst. Krimet e para që duhet të ndjek SPAK janë vrasjet, ato politike dhe për efekt korrupsioni, më pas vjedhja, grabitja e pasurive shtetërore, përvetësimi i aseteve publike dhe kalimi i tyre në pronësi private, më pas rastet e shpërdorimit të detyrës. Edi Rama është sot një përfitues i diletantizmit të SPAK-ut, siç janë edhe Sali Berisha e Ilir Meta, kur në fakt kjo treshe duhet ishte në një stad me të pandehurit e Nurembergut. Nëse SPAK nuk siguron
prova për korrupsionin, por godet politikanët sipas interesit politik të çastit, mund të fitojë simpati në njërin anë, por humbet legitimitetin publik për misionin që i është dhënë. Shqiptarët nuk kanë kërkuar ndërtimin e kështjellave si Bastia, burgjeve si Burreli e Spaçi apo kampeve të internimit si Tepelena apo Kosova e Lushnjës. Ata duan që pasuria e përfituar në mënyrë të palishme nga politikanët të kthehet në arkën publike. Deri tani SPAK nuk e ka bërë këtë. Lojrat me rastet Berisha, Meta, Velia i Balluku e të tjerë janë lëvizje politike. SPAK nuk ka për detyrë të merret me to, ai ka për detyrë të provojë korrupsionin dhe të kthejë shqiptarëve paranë e vjedhur. Mundem faleminderit. Pyetje diskutime apo do t'i bashkosh të dyja? Tash lere. Jo, sinqerisht e kam. Jo, t'i bashkoj të tre. Okej. Edhe ikin në fund fare bashkëvotim. Unë kam pyetje diskutime, që vetëm një pyetje kam për nismëtarin. Qaf shmuk, e ke bët tikte kështu, po ta spati guximi qeveria ta sjellë vet. Po duj pyetje kështu të sinqert, se Ulësiu mëngjes propozoi amnisti për gjithë, ti i solle këta, tjetra tha portet, ti marrin gjithë, çfarë po bëni këtu e bryta? Po pse s'ka një tjetër, na propozoi tikim gjithë, kush e mendrosh me PD-n, është ballist, dorëzoi rreckat e të marrë pasaportin tiki. Po çfarë po bëni kështu se s'po marrin vesh në këtë vend se çfarë po ndodh? Kjo ishte pyetje e parë. Tani, po i dithimi gjitha ne apo jo? Kështu e ke lënë. Jo të diskutime. Tani ore keni idenë ju situatës të Akshit që po na vini gjithë kaq freskët, kaq kështu, e kupton? Çfarë ka ndodhur te Akshi, më thënë? Unë po të vi, sa fola nga Lushnja, me që jeni gjithë Akshi këtu. A shë Lushnje ka i javë apo 7 ditë sot që s'ka lidhje me Akshin. Ju tërnet nuk punon asgjë, ka rrinë ato, marr rrogën kot, po pi birra, po bën qef. 7 ditë, or ma përgjegjësi në këtë vend njëri? 8 ditë, sot nuk punon ASHK-ja, s'merr shërbim askush. A man përgjegjësi njëri? Pik pyetje. Ju thoni ky ligji nuk hyn ato kapitull të në Europë. Çfarë po bëjmë ne këtë tani për Europë? Se më na del si puna 30 milion eurove që merrte ai me objektin militarisë çukullata. Dhe do na dalin tani këtu sa të lodhemi ne për të hedhur në sistem, o burrat i bëjmë këtu? Po mirë, përdesa ju e thoni relacion këtu te ky relacion ju që na sillni, thot nuk na fut në Europë dhe më thot tani për çfarë po e sillim ne këtu? Sepse para njerë duhet të thjeshtosh punën për qytetarët. Me që kemi drejtoreshën e Albanias, e ka thjeshtur punën për qytetarët i Albania? Jo. Ka rritur korrupsionin më shumë dhe abuzivitetin? Po, ta shpjegoj unë. Sin, për dale më së mërzit. Psi ka rritur? E para njerë gjithë të patronazhimit, nuk po hym të patronazhimit, se kjo, më dhe sistemi asaj patronazhimit i ka të gjitha këto, po e lëm këta, se me që ka kalur të shi. Po themi që, a keni kontrolluar një se sa Hallexhin paguan 10.000 lekë se nuk e ngasin dot, nuk e din çfarë është emaili, dhe kur i thonë erdhi emaili thot presi pak te dera. Kemi drejtorin që kur i thonë erdhi emaili thot presi pak te dera se jam i zë. Pra jo më pleq dhe moshët që paguajnë 10.000 lekë për të kërkuar certifikat. Jepni më parë 500 lekë te gjëra civile çka, dhe merrni 500 lekë. Vjetra. Sa i kafe. Sot du 10.000 lekë se gjitha ta pa licensur, pa tatim, pa dreqe, pa të birë, ma një kompjuter për parë, thonë ajde ku do të aplikosh? Të hapësh, ne me ti merë dhe të dhanat gjitha personale, jo hapin dhe emailin, i merë dhe dhanat personale, dhe fare absolutisht as bilet, as tatim, as dreqe, as birë. Sot, i Albania, për i rrjep qytetarë de facto, moshave. Ke pun, ke halë, do të marrë që pasaport shpejt, nuk punon, thot. Edhe të takojmë i të hanën e. Për që është takojmë i të hanën? Do hiki për 72 orë, ka procedur shteti. Të aplikosh dhe të marrësh për 72 orë. Nuk punoj sistemet. E keni kontrollur ju se sa to 6 muajt e fundit që nga kjo batërdia nuk punoj sistemet? Tani, shqyqy që ikuja drejtoresha e Aksit, dhe si duket ajo do të ketë lënë këtë modelin, se ishte dhe pas shtëpi, gjynaf, që lo iku pas shtëpi, me qera, gjynaf, halli math.
për këtë vend, hall i madh. Gjeni një drejtor që mos ta ketë hallet, jetë shpive qira. Se është hall i madh dhe ky. Tani ju me këtë pyetje drejt për drejt, jo për njësë aty, po për gjithë ju që jeni aty. Ora mendoni ju që doni t'ja hiqni dhe atë rol kontrollues që ka ky top stafullar parlamenti, që vini ndonjëherë edhe bëni sikur na jepni llogari që s'ta pyet njëri se ti bën një pyetje ata të përgjigjen për kometën alle, edhe këtë do të më hiqni ju me këtë private? Po mirë, nuk u ngopët ju që ai Ermali i mori gjitha, krijoi shoqëri këtija për grup strukturë kriminale ata taksë. Vetëm përse krijoni shoqëri private, ju po na vini prap këtu po na thoni që t'ia varim mëlçit ujkut në qafë? Po kujt, si private? Gjithë shërbimet. Shërbime bra ishte me dhe ai, po kishte objekt në vrimtarisë çukullata. Nuk e kishte objekt në vrimtarisë për pastrim dhe rregullim sistemesh. Kush na jep kanë garanci tani, apo hajt kryejmë ca vende të punë tani nëpërmjet me që shoqëri private, fusim ca që më mbajnë sistemet. Po ndërkohë narket ata të kenë gjithë sistemin xhep për shkruajtje patronazhimi. Kush na garanton këtë që s'është? Se nuk du të flasë për kontrolin buxhetor, se fatmirësisht janë të pjesë ekonomisë që ky ligj që më tepër është për ekonomi, buxhet e tjerë, nuk kalon te këta Komisioni Ekonomisë. Dhe nuk po ndërhyj po. Ç'po po bën ju me këtë sistem? Ç'a jeni duke krijuar? Ç'a jeni duke bërë me këtë shtet? Ora dini që dhënat më sensitive keni ju e administroni ju? Sot nuk ofrohen shërbime nga që ju kaq europian me këto akshat e me ashekera, me Albania, me gjitha, në të shumë të raste do të presosh 12 natës, vim rroklla vërdall, rang, lere thot fri gjumë se s'është gjë sonde. Si ku hyni në Europë ju, si po i bëni këto ju, kur absolutisht, jo vetëm që është një nga vjedhjet më të mëdha që ka ndodhur në Shqipëri, është pikërisht të aksi. Batërdia më madhe me financët publike është të aksi. Edhe më rroklat ato tiktokrat e gjitha, ka dyshime shumë që janë bërë nga këto për gjurë, po të nga aksi. Ta që, si do të bëri këtë privat? Ky privati do kontrollo ka këtë shtetin, edhe këto pajisje gjitha, kush e ka këtë garanci? Kush në garanton? Pra ju do mbani atë pronën shtetërore, thot 51%, pronë do gjithë shtetërore, sistem do gjithë shtetërore, vetëm se do t'i mërmajnë pak privatët. Ata privat që ishin po të lidhur fort, drejt për drejti, me drejtorin, me zvëndë, me gjithë me radhë, këta për privat, këta lloj ligji po ofrojnë? Si ka mundësi gjithë të ligjet ka çuditshme, ndryshime drastike, në përkohë po i sillni ju gjithë deputet që edhe si. Po si ka mundësi më bë? Çfarë po ndodh këtu? Si Durana. Njësoj. Futi dhe Durana, futi dhe i Trahanana mrapa dhe pastaj ikim në Europë. Për mua jeni duke bërë një akt korruptiv, ligjërimin e akteve korruptive me ligj parlamenti, duke zhveshur nga parlamenti nga sot e tutje me kalimin e këtij ligji, nga kontrolli që mund të ushtrojmë mbi këtë institucion të sigurisë kombëtare, kur njëherë hyri një iranian atje nga një qendër interneti me manivel, ra shteti shqiptar. De facto ra gjithë në dorë Tiranë. Jo po ne kapëm, jo po ne s'na qelloi, jo po s'na goditi, jo po dole ku çap polici, spionat, gjithë me radhë, mësoj shoku që se spion, targat e makinave, dolën gjithë dritë diellit. Gjithë dritë diellit, a jemi këtu dëshmitarë, dolën gjithë dritë diellit. Pastaj ty ishte patronazhit, ai sistemi patronazhimit, i kishte gjithë targ makina, drejt shtëpie, që ke hall daje, ku kishe bërë kërkesë të legalizimit, kishe pagur dritët apo jo ujin, nuk lodhesh, ai kishe gjitha. Po si u derdhën gjithë të informacionet e këta mërbër? Ku i mori ku? Si erdhën gjithë to sistemet? Çuditërisht i kishte çdo këtu grupi vullnetar atje, thoshte ky po, shiko, se ky s'ka pagur atë, do ky legalizim. Po, ky ka bërë kërkesë filan vend për këtë gjë. Si ka mundësi më bu? Nga erdhën këto? Ja pra si pasojë këtij akshit, se gjitha ja kaloi sistemin patronazhimit. Edhe ju vazhdoni të thonë, shiko, me që mërzitët ju që ne si shtet, po ja kalojmë privatet që të merren privatet të bëjmë sa vende punë atje. Faleminderit. Ti meriton çdo variant, pa diskutim. Ti nuk ke legjitimitet. Ti je i paligjshëm,
ti e një armik i egër dhe ne mund tipnim ty çdo përgjigje. Paqësoria është zgjidhja jonë. Kryegëritja paqësore është zgjidhja jonë, se atë duhem ne. Jo se na imponon ti. Por mos gabo se për çdo krim, për çdo cenim që do bëhet protestuesve, personalisht do ketë vetëm një përgjegjës. Dhe ky do jetë Edvin Kristaq Rama. Ky do jetë kryeb hajduti i Shqipërisë. Ndaj dhe u thuaj atyre mercenarëve, mos qellojnë mbi protestuesit, se protestuesit do të qellojnë vetëm mbi ty. Ti do jesh përgjegjësi numër 1 i çdo krimi të kryer. Miq, 20 shkurti është dita e krenarisë sonë. Dhe shkojmë në 20 shkurt më krenar se asnjëherë. Shkojmë me 20 shkurt kur ne ju faktuam shqiptarëve dhe njerëzve liridashtë të mbar botën se ne spajtohemi kur me një organizat kriminale që kemi në krye. Shkojmë me 20 shkurt në një kohë kur ne kemi marrë të betur për misionin e shpëtimit të Shqipërisë. Ne shkojmë me 20 shkurt me një trashëgimi kur kemi kaluar mbi tanke, autoblinda dhe kemi zvarrit rrugëve të Tiranës, kultin më të ligë dhe më të keq, kultin e Enver Hoxhës që shqiptarët kanë njohur në histori. Ndaj dhe ftoj çdo shqiptar me 20 shkurt në Tiranë, me 20 shkurt në ora 6, Tirana e tëra derdhet në rrugë dhe bulevarët e saj. Shqipëria në Tiranë. Ti dalim Zot Shqipërisë. Ti japim goditjet e merituara regjimit anti-shqiptar të Edi Ramës. T'ja nxim çdo ditë gjerë në largimin e tij. Ne me asgjë s'ndalemi. Ne jemi njerëz që besojnë të vërtetën. Ne jemi njerëz të idealeve të ndershme. Njerëz që duam këtë vend të jetë toka e bekurë shqiptarëve. Këta janë armiqt pushtuesit më të egër që kemi njohur. S'na lidh asgjë me ta. Këta kanë kryer krime të shëmtuara për të cilat këta të gjithë duhet të shkojnë atje ku mbahen kriminalët dhe fajtorët. 20 shkurt është i thirrje për rinin shqiptare. S'ka fat më të madh. Nuk ka shans më të madh për një të ri. Se të nisë se në rinë e ti të hidhet në betejë kundër të keqes më të madhe të kombit ti. Ndaj dhe i lini shkollat, lini çdo gjë, mbushni sheshin, tjetë Tirana juaj, e ardhmja juaj, Shqipëria, në zemrën, në besimin, në shpresën tuaj. Edhe njëherë, mirënjohje të pak ufishme për misionin që po kryeni, për sukseset që kemi arritur, dhe u garantoj se forcë në botë nuk në ndalon pa përmbush këtë mision që kemi nisë. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria. Ka nisur mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ku në sallë ndodhet edhe numri 2 i qeverisë Belinda Balluku. Takimi zhvillohet në një klim të tensionuar politike, ndërsa në fokus janë ndryshimet e propozuara në nenin 242 të kodit të procedurës penale dhe debati mbi pezullimin e zyrtarëve të lartë. Gjatë fjalës së tij kryeministri Edi Rama zbuloi se Balluku i ka dorëzuar 3 herë dorëheqje nga funksionet si zëvendës kryeministre dhe ministre, por në të 3 rastet ai e ka refuzuar. Sipas Ramës, dorëheqja e parë erdhi në momentin kur ndaj saj u ngrit akuzat
akuza, e dyta pas vendosjes së masës së parë të pezullimit, ndërsa hera e tretë pas vendimarrjes së Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, që la në fuqi masën përkatëse. Rasti konkret nuk lidhet me pezullimin, është në një tjetër proces. Belinda Balluku më ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen, i kam atje në dosje, të 3 herët jam unë që e ka refuzuar, deklaroi Rama duke marrë kështu personalisht përgjegjësinë politike për vijimin e saj në detyrë. Kryeministri theksoi se çështja nuk duhet parë si një debat individual, por si një çështje parimore që lidhet me ndarjen e pushteteve. Ai argumentoi se vendosja e një kufieri të qartë mes pushtetit gjyqësor dhe atij ekzekutiv është thelbësore për funksionimin e një shteti demokratik. Rama u shpreh se nuk ka parë rreth e rrotull globit të sistemeve dhe vendeve demokratike raste kur një antar kabineti të jetë pezulluar nga detyra për t'i dhënë drejtim një procesi hetimor. Sipas tij, vendimarrja duhet bazohet në arsye kushtetuese dhe jo në kalkulime politike për të ruajtur ekuilibrat të momentit. Ai kritikoi atë që e quajti mosvendim, duke thënë se kjo i bën figurat e larta shtetërore të cënueshme ndaj pezullimeve dhe krijon një kufi të paqartë mes pushteteve. Në metaforën e tij, Rama tha se ndarja e pushteteve nuk mund të jetë si një gardh me vrima ku hyn e dalin qend dhe minjt. Kreu i qeverisë theksoi gjithashtu se kjo nismë nuk cënon pavarësinë e pushtetit gjyqësor, të cilin sipas tij mazhoranca e ka garantuar me vullnet të plot pas një reforme historike në drejtësi. Mbledhja e grupit të PS vijon mes diskutimesh, ndërsa deklaratat e sotme pritet të thellojnë debatin politik për raportin mes drejtësisë dhe ekzekutivit në një moment kyç për balancën institucionale në vend.